Dashi. Mërkuri do e bëj edhe më dinamike ditën e sotme dhe do keni më shumë dëshirë për të jetuar. Nëse keni një lidhje, do përjetoni momente pasionante dhe emocionuese. Ndjenjat do jenë më të thella dhe zemra do ngrihet pesh nga lumturia. Nëse jeni beqar, do realizoni takime vetëm për vetëm me disa persona që dikur i keni pasur shok klase. Jeta shpesh sjell surpriza të bukura dhe asnjëherë nuk i dihet. Në punë, dita nuk do jetë e lehtë, por nuk do dorëzoheni derisa të përfundoni çdo detyrë të dhënë. Për financat, duhet të tregoheni më të matur dhe të ulni shpenzimet në mënyrë që buxheti të mbetet i qëndrueshëm. Shëndeti, energjia është e mirë, por shmangni lodhjen e tepërt të muskujve dhe qëndrimin për orë të gjata në një pozicion. Këshilla e ditës, mbështetuni tek ata që ju vlerësojnë dhe mos e humbni entuziazmin edhe kur lodheni. Demi. Kjo do jetë një ditë kryesisht e favorshme. Nëse jeni në një lidhje, do diskutoni tema delikate me partnerin dhe ai do t'ju kuptojë mbështesë për gjithçka. Nëse mes jush ka pasur mosmarrëveshje, do të vendosni paqen. Beqarët do kenë takime të veçanta me persona që ju shtyn të mendoni seriozisht për një lidhje të re. Në punë, mund t'ju mungoj her pas here besimi në vetvete, por fal përkushtimit do arrini rezultate shumë të mira. Të afërmit do jenë mbështetje e vlefshme. Në planin financiar do jeni me fat dhe gjendja do përmirësohet ndjeshëm. Shëndeti, kujdes me ushimin e tepërt. Lehtësoni sistemin tretës dhe mos e teproni me ëmbëlsira. Këshilla e ditës, jepini vetes më shumë kredite. Aftësitë tuaja vlejnë shumë. Binjakët. Sot mund të mos jeni plotësisht të sinqert me ata që ju rrethojnë dhe kjo do ju krijojë pasoja. Nëse jeni në një lidhje, dëgjojeni me kujdes partnerin dhe mos e gënjeni për gjëra të rëndësishme. Premtimet duhet mbajtur patjetër. Te beqarët, fal Venusit, do lindin kontakte të reja dhe dikush mund t'ju tërheqë shumë fort. Në punë do preferoni të punonit vetëm, por puna në grup do jetë e domosdoshme për të arritur rezultatet e planifikuara. Me financat do tregoheni të pakujdesshëm duke shpenzuar pa mas, prandaj kujdes. Shëndeti, ankthi dhe luhatjet emocionale mund të rriten. Merrni kohë për pushim dhe ajër të pastër. Këshilla e ditës, sinqeriteti ju çliron nga ngarkesat që nuk duhen mbajtur. Daforia. Veproni sipas logjikës dhe mos u ktheheni pas gjërave që kanë kaluar. Nëse jeni në një lidhje, dita do jetë mjaft premtuese. Përfitoni çdo moment pranë partnerit dhe forconi afërsinë emocionale. Beqarët mund të takojnë një person interesant, por mos u ngutni të hidhni hapa serioz pa e njohur mirë. Në punë projektet e reja do duken të ndërlikuara dhe mund të ndiheni të pasigurt. Kolegët besnik do ju ndihmojnë të zgjidhni gjithçka. Financat do jenë pak të vështira, por duke përdorur mendjen dhe organizimin mund të shmangni probleme të mëdha. Shëndeti, mbani nën kontroll nervat dhe shmangni ushimet shumë të rënda sidomos në darkë. Këshilla e ditës, mos u lejoni frikërave të vendosin për ju. Luani. Do jeni plot humor dhe pozitivitet dhe askush nuk do ju pengoj të bëni atë që dëshironi. Nëse jeni në një lidhje, mund të kënaqeni me lojra flirtuese dhe mesazhe intime me partnerin. Pasioni do jetë i zjarrt. Beqarët do kenë mundësi takimesh të bukura që mund të ndryshojnë statusin e tyre. Në punë, përpjekjet tuaja do shpërblehen. Mund t'ju ofrohet një pozicion më i lartë dhe një shpërblim i këndshëm financiar që do zgjidh shumë shqetësime. Shëndeti, respektoni orët e gjumit dhe mos neglizhoni aktivitetin fizik. Këshilla e ditës, çdo fitore nis me një hap të guximshëm. Ju tashmë po I hidhni ato. Virgjëresha. Do dilni nga monotonia dhe do organizoni jetën në mënyrë më të mirë. Nëse jeni në një lidhje, fillimisht duhet të zgjidhni keqkuptimet e fundit, pastaj do mund të shijoni qetësinë dhe afërsinë. Besimi është çelësi I forcimit të marrëdhënies. Beqarët do preferojnë ende të ruajnë pavarësinë dhe mund të refuzojnë disa ftesa. Në punë, gjërat po normalizohen gradualisht. Do jeni më aktiv dhe të gatshëm të provoni sfida që dikur ju dukeshin të pamundura.
Financat nuk do sjellin shqetësime, por pak kujdes është gjithmonë i dobishëm. Shëndeti, kujdesuni për sistemin nervor dhe shmangni stresin e panevojshëm. Pushoni kur trupi jep sinjale lodhjeje. Këshilla e ditës, mendoni pozitivisht dhe çdo gjë do nisë të duket më e lehtë. Peshorja. Sot do jeni shumë të vendosur të mbroni territorin tuaj dhe për këtë mund të bëni edhe sakrifica. Për ju që jeni në çift, dita premton mjaft mirë. Do dini si të organizoni kohën dhe do përjetoni momente të bukura pranë partnerit. Beqarët nuk duhet të krahasojnë personin që i pëlqen me partnerët e shoqeve. Çdo kush është unik. Afrohuni me atë që ju tërheq dhe ju jep sinjalet e duhura. Në punë do tregoheni të vëmendshëm dhe nuk do ju dalë asgjë e papritur e pakëndshme. Financat do jenë të mira, sidomos nëse ndiqni këshillat e familjarëve të mençur. Shëndeti, kujdesuni për gjumin dhe shmangni stresin e panevojshëm. Një shëtitje e qetë do ju bëjë mirë. Këshilla e ditës, as mos e teproni me sakrificat për të tjerët. Edhe ju keni nevojat tuaja. Akrepi. Sot nuk do jeni në humor dhe kundërshtimet mund t'ju acarojnë shumë. Në çift, komunikimi i hapur do ju ndihmojë të kuptoni më mirë njëri tjetrin. Nëse lidhja është e qëndrueshme, mund të ndërmerrni vendime të rëndësishme për të ardhmen. Beqarët nuk do bindin veten lehtë të afrohen me dikë të ri dhe do preferojnë vetmin. Në punë do përballeni me kundërshtime për projektet tuaja. Mos u zmbrapsni. Argumentoni idetë dhe tregoni forcën tuaj profesionale. Financat do jenë në nivel të mirë falë intuitës suaj të mprehtë. Shëndeti, nervozizmi mund të shkaktojë lodhje mendore. Merrni kohë për relaks dhe qetësim. Këshilla e ditës, forca juaj është e madhe, por sot durimi është arma që ju duhet më shumë. Shigjetari. Mos kërkoni të kontrolloni gjithçka. Lërini gjërat të ecin në mënyrë natyrale dhe rezultati do jetë pozitiv. Në çift, dielli do mbrojë marrëdhënien, duke forcuar komunikimin dhe afeksionin. Beqarët do kenë shanse për njohje interesante dhe mund të lindë një ndjenjë e bukur. Në punë duhet të jeni më të saktë dhe të guximshëm për të provuar risi. Kujdes i veçantë ndaj financave. Hëna do ju shtyjë në shpenzime të panevojshme dhe kjo mund t'ju krijojë shqetësime të mëvonshme. Shëndeti, luhatjet nervore dhe lodhja fizike mund të shfaqen. Mos e teproni me aktivitetet. Këshilla e ditës, kontrolloni veten para se të tentoni të kontrolloni gjithçka tjetër. Britsjapi. Ditë e komplikuar dhe me tension në disa fusha të jetës. Në çift, Plutoni mund të sjellë keqkuptime dhe distancim emocional. Dialogoni qetë dhe me durim për të mos lejuar që situata të përkeqësohet. Beqarët do kenë një takim të bukur që ja vlen të shfrytëzohet. Në punë do jeni kurioz dhe të gatshëm të provoni fusha të reja, gjë që do ju hap perspektiva të mira. Financat do përmirësohen shumë dhe mund të përmbushni disa dëshira të hershme për blerje. Shëndeti, kujdes me tensionin nervor dhe dhimbjet e kokës. Shmangni debatet e forta. Këshilla e ditës, mos e lini krenarin t'ju prish qetësinë. Zemra ka më shumë peshë sot. Ujori. Sot do përkushtoheni tek projektet profesionale dhe kjo mund të çojë në neglizhencë të partnerit ose të familjes. Nëse jeni në një lidhje, shpjegojini partnerit arsyen e angazhimeve tuaja, përndryshe mund të lëndohet. Beqarët do kenë dëshirë për dashuri, por nuk do gjejnë kohë të investohen emocionalisht. Në punë priten zhvillime pozitive falë aftësisë suaj për të qenë praktik dhe larg pamës. Financat do mbeten të kënaqshme. Shëndeti, kujdes me lodhjen mendore. Organizoni pushime të shkurtra gjatë ditës. Këshilla e ditës, jeta nuk është vetëm punë. Merrni pak kohë për ata që ju duan. Peshqit. Sot mund të ndiheni të pasigurt dhe të shqetësuar për çdo gjë. Mundohuni të mendoni më pozitivisht dhe do shihni që gjërat do ecin më mirë. Nëse jeni në një lidhje, partneri do ju ofrojë ngrohtësi dhe mbështetje të madhe.
Kjo do ju jap siguri emocionale. Beqarët ende do hezitojnë të japin një shans dashurisë së re. Në punë do keni ngurime për të marrë hapa të rinj. Dëgjoni kolegët me përvojë dhe do qetësoheni më shumë. Financat do mbeten të njëjta si dje, pa ndryshime të mëdha. Shëndeti, merruni me ushtrime të lehta relaksuese. Uji ju qetëson shumë. Këshilla e ditës, besoni më shumë në veten dhe në rrugën që keni nisur.